Banoj në një pallat ku pothuajse të gjithë e njohin njëri tjetrin. Komshiu im, Arlindi, ishte rreth të 30-tave, i martuar dikur por tashmë beqar. Ishte gjithmonë i sjellshëm me të gjithë, veçanërisht me mua dhe djalin tim 5 vjeçar. Një pasdite më duhej të shkoja urgjentisht në parukeri për një punë. I kërkova Arlindit si gjithmonë nëse mund të rrinte pak me djalin. Ai pranoi menjëherë. Kur u ktheva, djali flinte në dhomën e tij dhe Arlindi më ftoi të pija një kafe. Filluam të flisnim si dy njerëz që kishin kohë pa u dëgjuar. Ishte vonë. Heshtja midis fjalëve u bë më e thellë. Ai më shikonte gjatë, me një intensitet që më zinte frymën. Ke kohë që nuk qesh, më tha. Mbase sepse nuk kam pasur arsye, u përgjigja. U ngrita të shkoja, por ai më kapi butësisht për dorë. Pash në sytë e tij një dëshirë që nuk po fshihej më. Kur më afroi, ndalova frymëmarrjen. Dhe kur më puthi gjithçka tjetër pushoi. U dorëzova. E dija që ishte e gabuar, isha ende e martuar, edhe pse martesa ime kishte vdekur prej kohësh. Por ajo natë më zgjoi gjithçka që kisha harruar tek vetja ime si grua. Kur gjithçka që merr në martesë është heshtje, a është faj të kërkosh një zë tjetër që të ndjen gjallë?